A lejohet martesa pa dijen e familjes? Nuk lejohet. Edhe pse ka shumë mohabet këtë çështje, mirë po, në këtë rast më shumë bisedohet e vajza, ai që e ka bën këtë pyetje, unë e di e ka aludohet te vajza, a bën vajza me martu vetën. Shumë polemik ka. Për shembull të ne shumë herë ndodh ikja, vajza sa me baba ka ik. E mos anena kur të ndodhe problem, o bab, më rrehin bajne, po ti dashte vetëm sos punë, çaj kollaj ti shkon, me për ti ti më martu. Ja, ka rregull, ka rregull, ka la nikaha illa bi wali. Nuk ka nikah martes pa veli. Në këtë rast veli o baba. Nëse nuk e ka babën, e ka minxhen. Nëse nuk e ka minxhen, e ka vllahun, do të thonë veli, dikush që merr përgjegjësi për atë. Qoftë mirë ose qoftë keq. Se dhe herë martesat nuk shkojnë mirë. Jo rastësisht Allahu ka thonë, pejgamberi thotë se Allahu ka thonë abghadul halali inda Allahi at-talaq. Halali më i urrëtur te Allahu është tallaki, shkullërzimi. Ama dhe pa atë nuk ban. Para mendoj kur selekcion me gruajen, mos me kon shkullërzimi. Për ditë haqiutek edhe se me lisha. Gruaja për të tretë. Ose burri për shembull e maltreton gruan. Ama kjo maltretimi, këto janë të rregulluar me fe. Feja islame kategorikisht nuk i pranon këta. E nësi shqiptare, keni bo Shqipëri, burri në kali, gruja drunë shpinë, të hecë, hajde. Edhe islami, jo, qka ka lidhe me islami me kalin tëndë? Qka ka lidhe islami me qefet e tuja? Kjo e vërteta, mirë po ne duhet me qenë sabërdi, duhet me qenë durimtar, edhe duhet me ndëgju prindërit e ta. Sepse martesa nuk bëhet pa lejen e prindit. Edhe pse të nërë shumë herë, do thonë për veti, nuk e lejoj martesën e vajzave pa lejen e prindit. Po në qëfëse ndodh, duhet sa më shpejt prindi mira mas se pune dhe me legalizu martesën me shku me jabo për hajrat. Atë ne që gabimi të da. Unë, Allah, o zëtni të e lutë, ka ndodh me kjo për shemë, kush une, ja, be qëfar, ku të ashtë nëjësër ka pajtu? Vesh mu bajat me ma badi, vesh me mlodh. E sa i përket kësaj, ka ndodh njëherë një vajzë, ka ikë, ka dashuria korompite nuk të vetë babe në, se në shumë filma turë që të pa, nuk e di, në shumë ere ku përmendë, 7 bura luft bëjnë film për një gruje, edhe ku përmendë që e në fund të vdesë, edhe jesin këto të ne i thonë goldar, kur gjonë. Edhe ki prindi, kjo e vërtet ka ndohë, se di ku ka ndohë, po s'ka lidhë. Prindi i ka thirë vllazit e vetë, ka thonë vajza ime ka shku. O martu, unë s'jam pajtu, po që ajo ka ma. Ka thonë pajtohemi. Si t'ja bëjmë? Ajo vllaj vetë minxha. S'mundët? Minxha e vajzë. Ajo në ka korit, ajo kështu, opa. U ba, ki gjënoj tash, e di, ftire ku ka korit, qka më ka thonë, 14 vjetë s'kanë folë. 14 vjetë që ka pravu shpi. Hanami madha, katastrofë shqiptari, ta zonë shpulla, 40.000 shpulla du të mja dhonë ati. A madhë me fëmija, e ki kallë, zemre e ki kallë. Për çka? A më nuk ka burni kjo, me qenë sa burni edhe unë e kisha përkra. E nesër, që ati mingjës, që ati azganit që i ka hikë qika dhe ati. Edhe e minherë, hu gjumë pajtohet. Ki vllai ka thonë kur jo, para herë ka hik motra se e gabova. Ju ka hik motra këtive dhe këto vllaznit, a edhe njëni vlla por mu pajtu njëni jo. E atëherë kur i ka hik qika ati se për motrën ani pse mërzitet 14 vjetë si fol. Kur i ka hik qika ati, diqish ma nga zemrës, ka thonë pajtomi, ja, ka thonë s'mundet. Se motrën e la 14 vjetë atje e t'i dhnume, të mërzitshme, e për qikën me njerë me shku me adhon dorëme. Por une si hoqë tash, ma diturin timet vogël që e kam, ne duhet me eduku fëmijët e tonë, që dhe martesat t'i bëjnë legjitime me qefin e prindit. Ama kjo ka nevoj për mësim, për edukat, nuk shkon kjo të këshirë fitma. Edhe të nejtë prindit domina të lujt,
edhe gratë të shtrit të shtëpia dhe ta lënë skindor. Ja, kjo nuk shkon ashtu. Masanena, Allah, djali u ka martuar se çi ka martuar. Çka mendove ti? 16 filma në ditë, do maqedonisht, do rusisht, do anglisht, do edhe pakistanski, kanë me indianski sa dush. Ato filma që pash Allah që ka spjegoj.